Gjykata e apelit konstatoi në arsyetimin e vet se Abrashi ishte i implikuar me të akuzuarit e tjerë përmes deklaratave të dëshmitarëve, videoincizimeve dhe masave të përgjimit. Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Naim Abrashi, avokati Shqyqyres Sylla, se gjykata gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike, kur ka konstatuar se i akuzuari Naim Abrashi, në bashkëkryerje edhe me të akuzuarit e tjerë, ka kryer veprën penale, gjë që nuk vërtetohet me provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor, janë të paarsyeshme. Pikërisht nga provat e administruara, gjykata e shkallës së parë ka ardhur në përfundim të drejtë dhe ligjor se i akuzuari në bashkëveprim me të akuzuarit e tjerë në pikën 1 të dispozitivit e ka kryer veprën penale për të cilën edhe është shpallur fajtor. Prandaj është i paqëndrueshëm pretendimi se gjykata gabimisht ka vërtetuar se i akuzuari nuk ka qenë në vendin e punës, pasi ka qenë ditë e diel, kur është i pakontestueshëm fakti se i akuzuari ka bërë bartjen e pakove, si dhe përkundër këtij veprimi, implikimi i tij së bashku me të akuzuarit e tjerë është provuar nga dëshmitë e dëshmitarëve si dhe provave materiale, siç janë masat e përgjimit dhe videoincisimet. Mbrojtja e të dënuarit, tashmë në 2 shkallë, Naim Abrashi, kishte kërkuar në Supreme që lënda të kthehet në rigjykim. Mbrojtësi i të dënuarit Naim Abrashi, avokati Avdi Dinaj, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, duke propozuar që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen, ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza, ose të anulohen aktgjykimet e lartcekura dhe çështja të kthehet në rigjykim. 6 muaj më vonë, Gjykata Supreme i konsideroi si të pabazuara kërkesat e mbrojtjes. Më 4 qershor 2025, Naim Abrashit ju konfirmua dënimi prej 1 viti burgim në të 3 shkallët. Nga provat e administruara, gjykatat kanë arsyetuar mjaftueshëm se të dënuarit IM, VI, NG dhe Naim Abrashi kanë vepruar në bashkëkryerje për të kryer veprën penale, në mënyrën siç është përshkruar edhe në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Përveç aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, siç është theksuar edhe më parë, me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nuk është përfshirë as aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, pasi që aktgjykimi në fjalë rezulton se nuk përmban ndonjë tëmet apo kundërthënie. Faktikisht, unë nuk e kom prit më shpall fajtor fare për këtë rast. Jam kon shumë i bindur që kjo rast ka më shku edhe faktikisht na mbrojt faktet, provat, edhe në qoftë se nuk ishin shiku kur vedat, provat shkresat e lanta se shpjegojnë shumë mirë në ngjarjen që ka ndodhur, edhe unë nuk përmendem për kënd. Domethënë, provat kryesore që janë videoincizimet, unë nuk përmendem. Provat tjetër që janë përgjimet telefonike që i kanë bërë autoritetet të personat e bashkakuzuar, unë nuk përmendem fare as aty. Domethënë, provat janë kanë gjitha në anën tem, edhe unë s'kam prit fare më dënu për këtë rast. Jam kohë shumë i bindur që në këtë rast kam shpall i pafajshëm edhe kanë më mliru prej akuzave. Në momentin kur e kam kuptuar që unë jam shpall i fajshëm, atë e kam jetuar rën për arsye që normale o kam një padrejtësi që më ka bo, edhe tash ka, domethënë, e kemi prit që shkalla e dytë, kur edhe shkalla e dytë e ka bot njëjtën send, me të njëjtën përgjigje o shku, e kom pritur ato këgjaran. Apet o kon një shpresë te shkalla e tretë, që është mbrojtja e ligjshmërisë të Supremja edhe marrën nuk më ka kthy fare përgjigje, domethënë për pretendimet që i kemi bërë na, mbrojtja jam, nuk ka kthy asnjë përgjigje, as nuk thot po, as jo, as o kon, as nuk o kon, domethënë na kalon pa pikë përgjigje për gjitha pretendimet tona. Domethënë që kjo kon dëshpërim i madh po. Sipas avokatit të Abrashit, Armend Shkoza, Gjykata Supreme në këtë rast nuk i ka marrë parasysh provat shfaqësuese. Po, qëtë me qenë se
procesi parimisht është zhvillu pranë gjykatave të rregullta dhe në instancë të fundit me qenë se pala, pra parashtruesi në këtë rast në konsultim me mua si avokat përfaqësues në këtë çështje kushtetuese, kemi konsideru që i gjithë procesi penal që është zhvillu kundër tij është inkriminu në disa shkelje që fillimisht që them që për shkak se procesi ka arrit deri në stadin e vendimarrjes edhe nga Gjykata Supreme sipas mjetit të jashtëzakonshëm, pretendimi kushtimisht them qendror ka qenë për shkak të mosdhënies së arsyetimeve konkrete nga ana e mbrojtjes, ku në mënyrë të heshtur janë lënë gjithë ato pretendime të cilat janë përfshirë në mjetin e jashtëzakonshëm. Dhe keni parasysh që madje pala është anashkaluar tërësisht me qenë se kërkesa për mbrojtje ligjshmërisë është paraqitur edhe nga bashkakuzuarit të tjerë dhe se kemi konsideruar që aktgjykimi i Gjykatës Supreme është përfshirë në shkeljet të nenit 31, paragrafi 2, e po ashtu edhe nenit 6, paragrafit 1 të konventës, për faktin se nuk ka dhënë arsye apo nuk ka bërë adresimin e pretendimeve kryesore apo thelbësore të mbrojtjes në këtë çështje penale. Po ashtu ne kemi përfshirë edhe pretendime të tjera, pasi që kemi konsideruar që në rastin konkret ka pas vlerësim arbitrar të provave. Në farë mënyre është aplikuar një standard i vendimarrjes së njëanshme, pra mosmarrja e fare parasysh e provave shfaqësuese apo edhe rrethanave faktike të cilat do të ishin në benefit të parashtruesit. Po ashtu haset një mungesë e lidhjes logjike mes të provave, konstatimeve dhe konkluzioneve, pra përfundimeve që nxjerrën në të trija aktgjykimet, veçanërisht në këtë pikë dy aktgjykime, pra aktgjykimin e gjykatës shkallës parë dhe asaj të dytë. Pasi që thash Gjykata Supreme nuk ka adresuar fare pretendimet në mënyrë të kvalifikuar dhe të precizuar të mbrojtjes së parashtruesit.